Repertori i këngës popullore shkodrane është shumë i pasur. Ai ka lindur në mjedise e në rrethana të caktuara historike. Këngë me tipare të përcaktuara mirë si gjuhë muzikore dhe kohore. Ajo është si filigranet e zgjedhur të melosit origjinal shkodran. Meloditë të bukura shkodrane që janë punuar me mjeshtri e që janë lëmuar në rrjedhën e kohës, duke kaluar gojë me elemente autentike shkodrane. Molla Hysen Dubraçi, këngëtar bejtegji dhe sazegji, që jetoi në kohën e sundimit të dy vezirëve, Mehmet Pash Bushati Plaku dhe Kara Mahmud Pashës, që kanë jetuar nga fundi i shekullit të 18. Thuhet se Molla Hysen Dubraçi shkoi deri në Berat për të dëgjuar ahengjit e vezirit Beratit, që kishin ardhur nga Stambolli për të bërë aheng. Dihet se ka krijuar këngën Krisi Topi për ngjarjen e luftës në mes Hysen Bey Lezhës dhe Mehmet Pash Plakut rreth vitit 1969. Motivi i kësaj lufte ishte zotrimi i fushës së Zadrimës, fitore që u pagua shtrejt nga Pasha i Shkodrës me 14 vjet të vrarë. Këngë të tjera që e ka krijuar ky këngëtar janë edhe Syni i zi si yll me bisht, Tio mret i bukurisë, Fjale foli vetra mushi, Bap besën ta kam llan dhe Qiri që i ban natën dritë. Studiuesi i folklorit Zef Jobani, në librin e tij Rekolta Kanti Populari e Rapsodi e poemi albanezi, botuar në Trieste në vitin 1871, e ka quajtur Molla Hysenin anakreonti i folklorit shqiptar. Jobani shprehet kështu: këngët popullore të krijuara nga poetët e aftë kanë një mendim më të ilustruar, që bëjnë zbukurime, fioriturash, me të cilat është pasuruar fantazia e poetit që në ekzekutim arrin ekstaz. Në Qimbej, Molla Hysen Dubraçi, dy poetë shqiptar, vjues të denjtë anakreontit, veçohen për frymëzimet e bukura mbi dashurinë. Këngët e tyre shpërthejnë me pasionin e marrë nga populli dhe në festimet, përbëjnë temën kryesore të këngëtarëve. Shkruhet kështu në fashën 22 të këtij libri, paragrafi 2. Kasem Gjuri, si ahengjie sazegji i njohur, emigroi në Turqi për nevojë ekonomike, e ku u njoh me ahengun turk të Stambollit. Ai atje mësoi t'i binte sazës dhe njëkohësisht mësoi shumë këngë e motive të karakterit oriental turk. Si thuash, ai ishte dhe u bë specialist i këtij ahengu. Kur u kthye në Shqipëri, ai vuni vetes qëllimin e mirë që të reformonte ahengun e qytetit të tij. Siç thot Kulgureshi, ai hoqi ahengut meloditë orientale me zëvendësue me melodi të vallave shkodrane. Lindi në Shkodër, në lagjen e Jasëm në vitin 1837 dhe vdiq po në Shkodër në 1887. Ka i madh ishte respekti që ai kishte në mes qytetarëve, saqë kur vdiq e mbajtur në duar gjerë në Vareza. Kënga e tij e parë është një tuftë trandofile po t'i çoj me fjalë të Gjon Çelës. Këngë të tjera janë Dy bilbila tu i këndue, Të kam dashur dhe të due me fjalë të Korecilës, Ky bilbili e kanarina, Në lulishten time rritu i përgjuen, me fjalë të Kulgureshit, shumë vite pas vdekjes së tij. Zenel Mahaj, i frymëzuar nga gjesti heroik i Osukukës me shok, krijoi këngën Osukukës, të cilën e këndoi për herë të parë Marku i Krajanës me grupin e Kasem Gjurit, të cilët kanë nxjerrë edhe këngën me 12 me kame. Marku i Krajanës ka lindur në Shkodër rreth viteve 1840. Njëri nga këngëtarët më të talentuar të ahengut shkodran. Sipas Kulgureshit, kishte një zot fuqishëm sa me të shungulluar odën, por melodioz. Në historinë e ahengut shkodran njihet si reformator, si Kasem Gjuri, sepse këngëve i hoqi të fshamën e dervishëve dhe u dha një lëkundje të ëmbël melodive. Ishte viti 1902-1903, kur Marku ishte shumë i smur dhe në prag të vdekjes, i thotë se shoqës t'i sillte një tub me zymbylla nga kopshti. Pasi i merr luleve, i lutej që ta çojë pak sepse dëshironte me e pa dhe një herë kopshtin e lulëzuar. Në këtë kohë nga dera e oborrit po hynin disa shokë të tij. Kur hyn brenda në dhomë, ju lut atyre që të zinin vend dhe të dëgjonin një këngë të re që kishte qit pak më parë. Ai filloi të këndonte këngën me një zë të fikun, por të qartë me këto fjalë: sillet moti për sëmbari, çelin vjollcat e zëmbyllet, të gëzojnë se erdhi behari, bahçet mbushen me bilbyla. Pasi këndoi dhe strofën e 4, thonë se u fik ngadalë, tuba e zëmbyllave i ra nga dora në dyshemet domës dhe Marku i famshëm nuk ishte më. Marrë nga libri i Sali Balit në Shkodër të gjithë këndojnë, referenca, kënga dhe këngëtar shkodran, Ferit Bala, faqe 326. Repertori i këngës